Radio Televizioni Shqiptar është përfshirë në një fazë riorganizimi i departamentesh dhe në muajin janar pritet të realizohet ristrukturimi i plot edhe në asistencën e Unionit të Transmetuesve Publik të Bashkimit Evropian, EBU. Këto ditë po kalon një formë riorganizimi, jo ristrukturimi, pra riorganizim varësish dhe riorganizime departamentesh, ndërkohë që ristrukturimin presim ta bëjmë të plot në janar edhe me asistencën e EBU-s. Kemi pritur për të parë edhe sugjerimet e EBU-s dhe besoj se në janar do të jetë plot, por një riorganizim është duke kaluar këto ditë. Sa i takon faturës së shpenzimeve për çështje gjyqësore, edhe kjo është ongoing, sepse ka gjithmonë seanca gjyqësore për cilat vihemi në dieni kohë pas kohe, po sipas asaj që kemi vlerësuar pak deri tani shkon në gati 220 milionë në mos gaboj, fatura financiare e pushimeve nga puna. Drejtoresha e përgjithshme e Radio Televizionit Shqiptar Eni Vasili u pyet edhe për faturën financiare që duhet të paguajë institucioni për të pushuarit nga puna të cilët kanë fituar proceset gjyqësore në gjykatën administrative. Përmirësimi i transmetimeve FM dhe rinovimi i sistemit të radios. E gjithë kjo do të përmbante blerje dekoderash, rinovim të transmetuesve FM, monitorim, rregullim më efikas të sinjalit dhe shpërndarjes së sinjalit të radios. Vlera e këtij investimi do të shkonte 43 milion lekë. Investime në studiot e radios dhe regjistrim audio. Pajisje të reja për studio dhe regjistrim audio, pajisje për podcaste, rritja e cilësisë dhe efikasitet energjetik do të ishte edhe kjo pjesë e këtij investimi. E kemi llogaritur diku në 31 milion lekë të investim. Ndërkohë që shtimi i stacioneve të reja të DVB-T2-shit për mbulimin total kombëtar, edhe ky është një prioritet. Bëhet fjalë për instalimin e 20 stacioneve të reja të DVB-T2-shit. Në buxhetin e vitit 2026 janë parashikuar 200 milion lekë për Radio Televizionin Shqiptar, ndërsa vetë transmetuesi publik ka kërkuar 282 milion lekë, duke parashtruar edhe kërkesat për investime për përmirësimin e transmetimeve, rikonstruksionin e regjive televizive dhe të studiove të Radio Tiranës, si dhe për shtimin e 20 stacioneve të reja për të siguruar sinjal transmetimi në zonat e pambuluara të Shqipërisë.